Brikena dhe Mateo, çifti i krijuar në Big Brother VIP Albania, ka nisur pushimet e përbashkëta pas përfundimit të angazhimit në Top Arena. Dyshja ka zgjedhur Bodrumin, një prej destinacioneve më të frekuentuara turistike në Turqi, për disa ditë relaksi larg angazhimeve. Bëni subscribe kanalin Best Shorts për më të rejat rreth showbizit vendor. Për pushimet e para, dyshja ka zgjedhur një resort me 5 yje në Bregdetin e Egeut. Kompleksi ndodhet në një gadishull privat prej rreth 82.000 metra katror dhe funksionon me konceptin Ultra All Inclusive, ndërsa përfshin plazh privat. Raporti i tyre edhe jashtë shtëpisë së famshme nuk ka qenë gjithmonë i qetë. Brikena dhe Mateo kanë kaluar në për disa ulje ngritje me prishje e pajtime që janë komentuar vazhdimisht edhe nga publiku. Megjithatë, duket se aktualisht mes tyre gjithçka është në rregull. Pushimet e përbashkëta tregojnë se dyshja ka lënë pas mosmarrëveshjet dhe po shijon lidhjen, ndërsa vazhdon të ndajë her pas here momente nga koha që kalojnë së bashku.